Në skena e teatrit Migjeni u ngjit Shfaqja Kukulla, një vepër autorit Miro Gavran, e sjell për publikun shkodran në regjinë dhe përshtatjen e Naser Shatrollit. Në këtë produksion interpretuan aktorët Leonard Hamitaj dhe Qëndresa Jashari, të cilët sollën në skenë një histori të fortë emocionale dhe reflektuese mbi marrëdhëniet njerëzore në kohët moderne. Shfaqja prek një temë aktuale dhe provokuese, raporti mes njeriut dhe një partneri artificial. Përmes personazhit Mark dhe androides Stella, vepra shton një pyetje thelbësore: apo kërkojmë dashuri të vërtet apo thjesht dikë që të mos na kundërshtoj kurrë? Mesazhi është shumë aktual, për fat keq, do të thosha, por edhe për një fat mirë që autori ka kapur një tematikë e cila prek aktualitetin sot, ku njerëzit ngadalë po kthehen po largohen nga ajo kontakti njerëzor, nga marrëdhëniet njerëzore që ke pasur të dikushme, po kthehemi ngadalë në kukull. Dhe faktikisht kukullat e sotme është ai që i prodhon është njeriu. Pra, gjithmonë njeriu është në fundit ai që do të komandojë, edhe do të drejtojë ndjenjat apo do të thonë krejt marrëdhëniet njerëzore janë në radhë të parë, jo marrëdhëniet domethënë me këto kukulla robot, si themi këtë zhvillimin e përshpejtuar ekonomik. Vepra u shfaq si një autopsi e dashurisë në epokën e plastikës, duke nxitur publikun të reflektojë mbi egoizmin, pranimin e tjetrit dhe mënyrën si ndërtojmë marrëdhëniet tona.